Pamjet që shihni i përkasin një vit më parë kur Argjendari Gold në zonën e Selvis në kryeqytet do të grabitej. E teksa një vit më pas, e njëjta skenë grabitje është përsëritur dhe autorët në kërcënimin e armës kanë mundur të marrin mbi 50.000 euro bijuteri. Një skenë krimi e cila ka zgjatur jo më shumë se sa 1 minutë. Mbi 50.000 euro vlerë e vjedhur në Argjendari, pikërisht në Argjendarin që ju shihni në pamje. Për të 4 ditë në vit rresht, Argjendarit në pronësitë familjes Sinanaj grabiten. 2 vite më parë Rapo Sinanaj do të humbte jetën në këtë grabitje, ndërsa ditën e sotme vajza e tij do të mbetej e plagosur. 2 personat maskuar me një motor Ducati ngjyrë të kuqe pa targa afrohen, terrorizojnë gjithë zonën, çollojnë me armë, përleqen me pronaren e kësaj Argjendarie, mundet marrin mbi 50.000 euro mall dhe largohen. Policia ka ngritur një grup pune për të identifikuar autorët dhe për të bërë arrestime. Deri në këto momente asgjë nga hetimet. Për të disa të herë, në rrugët e kryeqytetit fenomeni i motorëve pa targa është prezent. Në një mbledhje urgjente në drejtorinë e Tiranës është vendosur, nëse brenda javës nuk normalizohet kjo situatë, atëherë do të shkarkohen gjithë drejtuesit e komisariateve dhe të komisariatit rrugor. Ndërsa kjo familje, për të 4 herë, jashtë kamrave kërkon nga shteti vetëm mbrojtje. Por gjatë grabitjes ka patur dhe përleshje fizike ku ka mbetur e plagosur pronari i Argjendaris Olta Sinanaj dhe nëna e saj. Teksa një nga dëshmitarët okular tregon për një report se në më pak se 1 minutë 2 të rinjt me motor pa targa mundën të vjedhin sasinë e Floririt. Ndaloi ai motor mu këtu me fytyrë këtej. Zbiti pari motor që jep motorit, hy merr me vrap. Mirë kuptuam me që po vjedhin. Hy dhe i dyti. Zbrije motori, hyri dhe i dyti, u bë zhurmë më madhe. Pati të shtëna? Po, ja 2 shtëna po e pas. Pati zhurmë, kështu thyre xhami, madh. Pastaj dorën për jashtë me shema, gushtet u zi. Ky gjutë e kësaj gotës. Ky Gavici. Po, nga qa pat ju, qa kishin të veshur? Ishin me skafanda, pas skafanda? Të dy me skafanda, të dy nuk ishin, të veshur me të zeza. Ishin trup mdhenja, po? Pak më të gjatë se unë, Po motori, kishte targa, qa mundet? Unë nuk vuare targ, nuk e vuare me thondere se u hutohë, u barizohë fare. Era e fundit e grabitjes së kësaj Argjendarie ishte gjatë vitit 2013, ndërsa në tetor të 2011-s, Argjendaria u tentua të grabitej dhe nga përleshja mbeti vrarë pronari i saj, Rapo Sinanaj. Për ngjarjen, policia në atë kohë arrestoi një të rinj nga Kosova, student i mjekësisë në kryeqytet, por pas 2 muaj e la të lirë për mungesë provash, duke zbuluar më pas si autor Viktor Gushin, një grabitës serial i bankave në kryeqytet.